Shifrat tregojnë se shërbimet gjatë tremujorit të katërt të vitit të shkuar kanë vijuar me rritjen e të gjitha indekset, megjithëse krahasuar me tremujorin e tretë ritmi është ngadalësuar. Nga ana tjetër prodhimi duket se ka mbetur në ngërç, duke shënuar rënje në sektorët më të rëndësishëm. Rritja e treguesve të shitjes, punësimit apo pagave në sektorin e shërbimeve është kryesisht rezultati i performancës së mirë të turizmit, i cili ka vazhduar rritjen edhe përgjatë dimrit sipas të dhënave të tjera mbi sektorin. Rritjen më të madhe të shitjeve sa i përket aktiviteteve të shërbimeve kanë shënuar transporti, bar-restorantet, hotelet dhe agjencitë e udhëtimit. Në shifra konkrete, të dhënat për aktivitetet u rritën me 12.8% për transportin dhe bar-restorantet, ndërkohë shitjet neto në volum për hotelet dhe agjencitë e udhëtimit u rritën me 7.9% dhe 7.1% respektivisht. Numri i punësuarve në tremujorin e katërt të vitit kaluar u rrit më shumë në agjencitë e udhëtimit me 12.7%, pasuar nga hotelet me 8.8% dhe informacioni e komunikacioni me 8.7%. Agjencitë e udhëtimit po ashtu mbajnë rekordet e për rritjen e pagave bashkë me hotelet dhe tregtinë. Instituti i Statistikave ndër të tjera ka publikuar gjithashtu treguesi tremujor mbi prodhuesit e të mirave për tremujorin e katërt. Këta tregues sinjalizojnë rënje të indekseve në shitje, prodhimi dhe numrit të punësuarve, kryesisht në sektorin e industrisë. Ndërkohë sa i përket sektorit të ndërtimit, indeksi shitjeve neto në volum shënoi rritje me 2.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga ana tjetër, indeksi i prodhimit në volum shënoi rritje me 1.9% dhe ai të punësuarve me 1.8%, e nga ana tjetër indeksi i fondit të pagave në ndërtim u rrit me 16.9%, e cila është rritja më e madhe për këtë tregues. Industria nxjerrëse pati rënjen më të lartë të prodhimit dhe shitjeve, pasuar nga ajo përpunuese.